me 1 qerdhe, do të thonë kur ka marrë mandatin ka gjetë 1 qerdhe, do ta përfundoj me 8 qerdhe. Disa prej tyre investimi i Ministrisë së Arsimit, shumica, kemi adoptim të një objekti ekzistues dhe një investim nga ana e komunës. Njëjtë kemi situatën në komunën e Kamenicës, njëjtë në Gjelan. Përveç kësaj, pra siç e thash, nëse vetëm krahasoj ka pas për shembull problemet që ju i thatë në komunën e Prishtinës. Tani unë mendoj që në komunën e Prishtinës ku lëvizje vendosje qeverisë. Po mendoj që kanë qenë për arsye politike. Arsye politike. Kryesisht, por në rastet si komuna e Prishtinës, mendoj se kanë edhe vështirësi në sigurim të lokacionit për shkak të gjithë ndërtimeve edhe objekteve që tashmë janë ekzistuese që e vështirësojnë që komuna të gjejë prona komunale për të investuar. Sa herë ka pas kërkesë, së fundmi, dhe me thonë para më pak se 2 muaj, ne kemi filluar ndërtimin e një shkollës në komunën e Prishtinës, kemi pas gatishmëri edhe për ndërtimin e shkollave të reja, dhe në momentin që ata kanë sjellë lokacionin me dokumentacionin e nevojshëm, me njëherë kemi filluar me ndërtimin e një shkolle, e cila do të jetë diku në vlerë rreth 3 milion euro. Por kur jemi të qerdhët, pra kjo është një diçka që qëndron, është vërtet, synimi jon ka qenë që të ndërtojmë 160 qerdhe, kemi investuar në 65 qerdhe, por nëse e krahasojmë me periudhën paraproke, do të thonë për më shumë se 16 vite, Ministria e Arsimit në nivel vendi ka ndërtuar 4 qerdhe gjithsejt. 4 qerdhe? Po. Po dallimi është 61 qerdhe? Po, do të thonë më shumë për 4 vite. Dhe nëse e shohim me buxhet, do të thonë janë dikon 1.200.000 euro rreth që është investuar nga Ministria e Arsimit në ato 16 vite më herët në ndërtimin e qerdheve, ne kemi investuar dikun 63 milion euro për ndërtimin e qerdheve, pajisjen e tyre me inventar dhe me gjithçka që është e nevojshme që fëmijët të kenë ambiente komode dhe të përshtatshme. Numri i inspektorëve arsimor, ju keni premtuar rritje të numrit të inspektorëve, ka kërkesa dhe kritika që nuk është bërë në fakt. Vetëm në rajonin e Ferizajt, në 108 shkolla sa ekzistojnë, ka vetëm një inspektor. Pse? Numri i inspektorëve është e vërtet, është shumë i vogël, dhe për këtë arsye, ne para më shumë se 2 viteve, gati 3 vite, kemi miratuar në qeveri, dhe më thonë ekziston numri i miratuar, dhe po ashtu kemi filluar procedurat për rekrutimin e inspektorëve. Kemi shpall 3 herë konkursin, nuk kemi vënuar ne si ministri, por Këshilli i Pavarur mbikëqyrës për shërbyesit civil, dhe me thonë 2 konkurse, 2 herë na i kanë anuluar tërësisht. Pra, afate